kemi janë të dyja? Sigurisht, domethënë ishte më e mbar për Flamurtarin, pasi ka zhvilluar 2 ndeshje dhe ka marrë 4 pikë, një në Elbasan që ishte shumë e rëndësishme dhe një 3 pikë është sot, dhe aq më tepër që sot e arriti dhe pas spektator, dhe ishte fitoria më bindse që Flamurtari ka arritur në këto javë, edhe si duket spektatorët i kanë bërë dëm atje në Vlorë. Kanë presion. Nuk e di sa javë zgjat, domethënë kjo Mund të quhet edhe dënimi, kështu. po ndoshta do jetë gjë e mirë. U rikthye Tirana ke fitoria, që fitoi jashtë fushës ditën në mesjavë, dhe ndeshja e Kreut midis Elbasanit dhe Rogozhinës, që prodhoi një rezultat me gola, me antagonizma, me sherre, me luftra, me kartona, me 2 penalti, domethënë edhe të kontestuara, me vetëm të dhëna nga vari. Kjo tregon që kampionati tash sa vjen edhe ashpërsohet sepse kemi hyrë në ato metrat e fundit, do thoshim, të sezonit të rregullt, dhe skuadrat sa luftojnë për Final Fourin, disa tjera për daljen nga kategoria, dhe këto që janë për daljen nga kategoria, për mua në këtë javë ishin dhe më agresivet. Nëse prisnim që Partizani të arrinte një fitore me Vorën dhe për t'u afruar, domethënë, skuadrave të Kreut, unë poshtë nga Vora, dhe Vora domethënë bëri një hap domethënë përpara. Ekipi që ka bërë më keq në këto 2 javë është Ballçi. Me 2 humbje radhazi. Edhe me Beni po diskutonim, unë e shikoj personaj si pretendent pavarësisht domethënë se është Tirana e fundit me 5 pikë, por edhe Ballçi. Mendon se ta ketë pak më tepër të vështirë se sa Tirana me këtë ecurinë që po bën në këtë fillim? Ecuria e fillimit fazë 2, domethënë mundet nga Tirana drejt për së drejti, mundet edhe nga Vlora drejt për së drejti, se të dyja këto ekipe ishin rivalet e Ballçit. Biles Vlora sot e ka kapërcyer Bylesin në tabelën e klasifikimit. Me pikë barabarta për gola varazhi është ai që bën diferencë. Unë shikoj që Bylesi është në regres. Edhe ndoshta mund. Megjithëse kampionati na ka prodhuar surprizë, deri para pak javësh thoshim Tirana është pa shpresë. Por Tirana i dha ca shkëndija shpresë, domethënë në qoftë në kupë, qoftë dhe tash edhe të shikojmë në vazhdimsinë se do ta ketë në kampionat.